Endrit Krasniqe, që emri artistik është Dhjetori, e kemi këtu në studio. Hamar, pse Dhjetori, Endrit? Qa ka të bëjmë me muajin dhjetor? Mirë se erdhe mas pari, prit. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, jam mirë që jam mesin e juve. Emri Dhjetori është Ti edhe kështu i ftoft durt akulli pate kur erdhe. Po ja kam çollu. Jo se ftoft ke jashtë sa erdha. Muzikën që e bëj unë zakonisht është muzikë pak më e dashnisë, është pak më e ftoft, kështu që kom pas çfarë. Ç'është dashnisë e ftoft? Është e ftoft që më thënë zemrën. Që zakonisht që e muzikë që e bëj shumë e ftoft, tani kom pas shef me përdorë një emën pak më artistik, po ashtu kështu edhe me përdorë një emën pak më që nuk e ka gjithkush, edhe Dhjetori më ka me që një vjetë e diçka. Këngën ma herët ti e dëgjove këto kolonën zanore, se po shkruaj në Shfatmirja prap që po insiston me fitu sot, thot Kumbet Hareja është titulli i këngës Sabri Fejzullahu këngëtari. Pas ka shkrujt edhe Afërdita pas ka shkrujt. Qa thot Afërdita tani? Që një pyetje shka na bëneve, thot përshëndetje, a keni fillu të shpërndani ftesat e fituesve të lodhës shpërblyese? Faleminderit. Nesër andej duhesh me u merr me këtë punë. Nesër e tutje, sepse jemi në prag të nesër mërkurë që këta më u përgatit për ejnëten ose të premten. Kështu që nesër. Neve do t'i dhurojmë ftesat në momentin kur do t'i kemi në dorë. Akoma nuk i kemi. Në momentin kur do t'i kemi në dorë. Kështu që nesër do telefononi që të gjithë ju që keni fitu, janë numrat e telefonit me emra me gjithçka, çdo detaj është, edhe do të nisen që nesër më ju telefonu. Edhe pse do të me pas pak kujdes se çfarë emri artistik po e zgjedh. Se sa ma i famshëm që bërë gjithmonë jesh me atë me Dhjetori. A kishe mujt me ndru ma vonë? Jo, me dalë nëntor. S'do mujt me ndru në Instagram. Jo, po të ngacmoj. Unë kom pas qef mos me përdora emrin tem personal, unë edhe në festival pa ta insistu, po s'kom mujt me bua cen, tani më pa duf me përdora emrin tem që e kam prej... Po ma mirë, pse jo? Me të njoftë rrethi, shoqëria jote, emri yt i gjatë. Po, ma interesant më njoftë ma vonë do ta kërkosh ma vonë. Të në nickname artistik, ose name artistik, që me cilën në të ardhmen Endriti don të identifikohet. Për shembull, unë emrin kam shumë karakteristik, një Metulla, po jam me nickname Niki. Niki. Tingëllon Nikit. Shumë mirë. Dhjetor. Se ti ke dëshirë me të quajt Dhjetor, do të quajmë Dhjetor. Se si që është Dhjetori. Që dhe atje në klopa e kanë emrin Dhjetor, dhe me që dytësori. Me kënë dy njerëzi. Ti ke qenë fitues vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Flas me Gjethen. Ka qenë konga. Interesant dhe që. A ke pas prit? Jo. As në pikë nuk e patëm prit. Si ndodhe, si u bë, si shkoj? Se unë vjetë se kum pas për cilë festivalin, jo, nuk e di, dhe më dhënë kritat emocion, dush me ma sjellë sot. Okej. Për mu kanë hera por që po marrë pjesë me nëj festival të marrë. Për masave të tilla. Për masave të tilla, do me thonë edhe patëm provu, patëm qu kongën bashkë me producentin Bekimin, e patëm qu kongën, tani u pranum, edhe u gëzum që u pranum, se nuk na mur mena që na pranut, edhe na kem të gëzum me qaq. Abedin ishëm okej, dhe më thonë, u pranum. Merën si pjesmarja. Merën si pjesmarja, na shkune me qatë mentalitet. Pa. Edhe filloj nata e parë, filloj nata e dytë, edhe natën e dytë e mora vesh që jem shku në finale. Ajo ke ndjenë kogja ma interesant, se do mas dy performancave se si çdo artist që ka qef atin, kom knu, isha pak skeptik me vetën a e meritoj finalen a jo, po në finale jem një shumë konfident. Nuk e di pse, po nashta edhe që qaj boost që mu jap që jem shku deri në finale, e në finale jem një tepër konfident, po që fitoj jo. Kjo të ka arty që hitë se ke mendu që ka do të ndodh ma ndej. Në finale. Me rëndësi, as këto nuk e ke prit, se nga njerë kur prit shmëria është ma vogël të ebë dyqysh ato që po të ma interesant, ndjen ma shumë qatë sen. Sa shumë vetë besim ti ke pasën sken, edhe ke reflektu në gjashëm dhe të publiku dhe të juria. Kjo tek nata finale, se si që tha Dhjetori në natën e parë dhe dytë dysis, kam qenë i knaqur shumë me vetën. Okej, ta marrë me sportivitet. Kur gjërat mirën me sportivitet, unë kujtoj që edhe katapulton shkon në finale. Pa ke pa dhe në emision kur i jep zër, lidhësh. Lema atje live me përformu. Mirë kështë me qenë edhe me fol, edhe me dëgju pak këngën, fituese që ka qenë vjetë. Flas me Gjethen. Me cilën Gjethe foli ti? Aty do të me vetë
Ato që ka shkruar. Tani njerëzit përderisa dëgjojmë në sfond këtë këngën, nickname-i dhjetori. Flas me gjethen, është tetori, nëntori. Ti gjithmonë me këto stine të ftofta më djalë, ha? Ti po ju tham. Se dashnia bashkë jap ngrohtësi që është shpirt. Edhe diç tjetër në Oran. Edhe diç tjetër dhjetori, sepse edhe festivali organizohet o në fund të tetorit o në nëntor. Mirë, këto 3 mujorçin e fundit. Kështu e ke ti me këto stine të ftohta, ha? Lidhë dhe shish. A dëgjojmë pak. Lirësht. E dëgjojmë. Gjithëra e unë I flas Sa herët kera I thashas Bitë djelëm I shiu Duke të interesante, ne dëgjojmë pak në sfond, po çfarë rrymë muzikës është kjo? Thani se unë pak laik jam këtë deri, më bëj shaka, po na shpjego ti kështu. Po ai cili zhanër të flen më tepër ty, dhjetori? Mu zhanri që më flen më shumë të është pop me bo, muzikë pop. Në fillim kom pasur me bo muzikë rock, po mendoj që e kam zonin shumë më të butë për me kënu rock. Kjo këngë është shumë e përzime vëlla. Të kallëzoj drejt është shumë eksperimentale si këngë. Adin është 9/8, do është e kemi atë ritmin tonë që e kena na shqiptarët, 9/8. S'po dihet halo, ha? Kemi 9/8, kemi pak rock, kemi pak eksperimentali, kemi do akorde, do sa është Dhe që këtë eksperimenti, po m'duket ju ka bërë që ju me dalë fitues. Unë mendoj që po. Mendoj që çajo çan që e kena pru na, se ka tingëllu ndryshe prej krejt tjerave. Mendoj për çata është festivali, mendoj që nëse për një me dikush bjen diçka të re, unë e shoh edhe me edicionin e parë, për shembull që ka fitu La Fazani, Albri, aja ka fitu se u kanë unik në qatë aspekt, edhe ka pas diçka të re, kështu që normal që e meriton qatë fitore. Qeli sot letrat, tregona pak pas skenës, çka mendojshe, kujt ju friksojshe, çfarë mendime të kanë sillur në kokë? Duke pritur këtë ndarjen e çmimeve. Çfarë thoshe mamës në telefon? Tampon zonën aty. 3 ditë festivalit asnjëherë s'e kam përdor telefonin. Mos. E kam refuzuar me përdor telefonin. Mirë, po. Sa më thëshë njerëzit, atë që kom nal, atë që më mundu sa më shumë të më fokusu. Ka aspekti më friksu pikë dikujna nuk kem friksu pikë kujna. Pse nuk kem friksu? Se edhe nuk kom pas eksperiencë, edhe nuk shumica edhe na kanë shumë të ri, përpos disave që I kom njoft më herët për shkak që bojnë muzikë që sa, po për ndryshe tjetër na kanë këtë të ri. Energjia u kanë shumë më mirë. Mendoj që na kanë një grup shumë interesant, se na kanë secili ka botifo për një tjetrin, na vetëm tash sado që na shtakon ai sen më shumë në çat aspekt, po mendoj që e kena po na ka dal shumë mirë. Po për qatë pjesën nuk më po competition të vetja, vetëm se jem kanë, se që thamë edhe më herët që e kom marrë shumë me sportivitet, vetëm e kom marrë me asen që okej, është eksperiencë e re për mu, edhe që të eksperiencë nuk kam e pas kur. A vetëm? Se tha shumë I ri, ti po duke shumë I ri. 2004 jo. Mos. Çudi për studi. Tani 2004. Sa ka pas ti? Ti pas 20 vjet, vitin e kaluar. 21 kam. 20 kam pas vitin e kaluar. Po prandaj. Një vjet më I madh si vjet. Një vjet më I madh si vjet. Sa mirë që neve gjithmonë e themi që festivalet do të ishte mirë që të jenë prezente dhe këngëtar të mëdhenj, po sa mirë që festivalet hapin rrugë edhe për brezet dhe gjeneratët e reja. Dhjetori, deri në prag të festivalit, unë dëgjoj rock, unë dëgjoj muzikë edhe të rrymave të reja, pak për shkak të moshës se brezi I mesëm, po unë pak kam dëgjuar për ty deri tek edicioni I dytë I festivalit të këngës. Pas këtij edicioni, ti VIP në rrasë këngëtar. Tek brezet jo, do me dalë tek ajo që festivali vërtet është të hap rrugë për të njohur talenta dhe këngëtar dhe grupe të reja, dhe këtë e ka bën festivali I këngës në RTK me dhjetorin, nuk kujtoj. A ndodhe ajo që po thot Niko pas festivalit? Që ty të njohen më tepër, që ti dole në skenë më shumë, që jo vetëm për këtë këngë, po edhe për krimet e tjera, që ndoshta e kishe edhe përpara, po të tjera që ki kry më vonë. Po, definitivisht në mendoj që mas festivalit ka qenë një farë
në farë boosti, din sidomos edhe ka audiencë, se për shembull edhe nëse më dal, sidomos masi që e kom fitu me njerë ditën tjetër, kur jam dal, din e kom pas sa njerëzit në këshyrshën, din se edhe më ka ra shpesher. Edhe sot kur del, sa njerëzit kanë me të këshyrë, kanë që të kanë dëgju. Po dhe që ta pëshe me syza me sajnë e kështë po më shefme. Vetë sa mirë, dhe më thonë ti e ke vrejt. Po, normal që e kom vrejt, se jem kam prej një artisti që ka bo muzik rock, abeden të një fitus të një festivali më të ma në Kosovë që e kem, abeden është që kur me shku prej qëtuit, me këcumi një herë qëtu, abeden e zakonisht, që ajo tash do të me shku bile gradualisht që mos me dal prej shinave të redit. Jo, ta që ti geni standard, zbën më ra poshtë ati standard. Jo, që ta, samanalt me mirë, po. Okej, tani, ti ke qenë pjesë festivalit vitin e kaluar. A jenë dini për këto grupe dhe këngëtarë që janë si vjetë apo pak më në distancë, që janë pjesë e edicionit 3 të festivalit të këngës, janë 20 këngëtarë dhe grupe, si vjetë kemi më shumë, vitin e kaluar kanë qenë 14, nëse nuk ka bërë 16, si vjetë kemi 20 në këtë pjesën finale të 13-ve të festivalit. A i një diko prej tyre, ose a ke një ori për këngën që do të prezentohen në këtë edicionit të 3 të festivalit, se edhe ky edicion ka grupe të reja dhe ka këngëtarë të rinj. Po, të me tregu drejt, kom nejt pak ma distant, po e kom pa listën edhe e kom njek edhe RTK-ën në këtë aspekt, e kom njek në për rrjetet sociale. Janë disa që i një, janë disa artistat 3 që i njën aty, po ashtu edhe disa artistë tjerë që janë ma të mlesone që i një edhe me emën, për shkak që i boj muzik, po në me të kujdetin kom nejt pak ma distant. Abedin se tash jem të fokusu në sanët e mija, tash jem të fokusu në muzikën teme. Se më do të me ndërhyt e Niko, nëse përdojnë video me dalë mirë, do shme largu pak mikrofonin tënd. Okej, super. Se yti është, se gjithmonë mjep kritika mu. Pak. Faleminderit për pa? Po, do me thonë jem të fokusu ma shumë tash ka muzika eme, se ku marrë pak një mini pauzë të vogël me thonë mas festivalit, për shkak që kisha qef edhe me ndje edhe soundin teme, me këshu që se sa u desh me pauzu pas festivalit? Si artist. Me pauzu, po me nejnë atë aspektin që muzik jem kanë të shkru non-stop, po nuk kom qitë kur gjë. Tek mas e kemi qitë spotin festivalit, që atëre kur ka qenë në maj që kemi lansu me RTK-n që kena gjiru, tani deri në gusht edhe në maj edhe në gusht kom qitë kong, tash për momentin jem qashtu do me thonë se jem të fokusu, që për që ta kom nejt pak ma distant edhe po du me bo atë aspektin që kom fitu festivalin, po nuk kom bën mu veç festivali. Po, ti e ki karierën tënd dhe vazhdon e ki angazhimin tënd. Jem 21 vjeqar tash momentalisht, që nuk mëj me thonë që e kom krya karriera jam e kryti tash me festival. E ma herët e ndryt para festivalit, cili ka qenë angazhimi a ke marrë pjesë me naj koncert, naj event, ku je prezentu? Po, unë në fillim, kom bu muzik anglisht. Fillimet e mija, në këshull të mesme. Se i patë ti 50 vjetë, fillimet. Po, jam bo 6-7 vjetë. Jam bo para 6-7 vjetëve. Bolët për mu 6-7 vjetë. Kër jam njësë në fillim, do më thonë, kom bu muzik anglisht, edhe pa ta fillu shtu me muajt koncerte shtu ka pak, u angazhojsha, ju shkrysha njerëz dhe e-maila, ja u gjejsha numërën e telefonit, jam që ke artisteria, po danim a muj me arë me performu, shumë ka ra paka shumë, tani jam taku me Bekimin, këtë producentin e tekst kryshin që ka shkru kompozitorin, edhe me të ja kena fillu me bo muzik shqip, edhe ajo është arsuja pësone tash bëj muzik shqip edhe vazhdoj karrierën. Ma mirë, se ato e ke repertorin, do më thënë edhe këngë të hujan, ndërkombëtare, po edhe këto tonat. Duket interesante e nis me karrierën si këngëtar në moshë të re, nga produksioni huaj. Në këngë shqip, me këngë anglisht dhe më pastaj, kthej shqipës. Jeta shumë interesante kjo. Do të ishe kundra, po tani ti pas ke bërë kështu krit kontra. Po. Zakonisht shkojnë anej, po me thirr rregullat. Mirë, Endrit, këtu ka gjatë festivale tek ni që bën kështu me binde, me muzikë live, me repertor të huj, me repertor tonin, këngë tonat. Kështu që ftesat munden me ardhë, ndoshta ke pas edhe si vjetë verës, munden me pritë edhe vitin që vjen, po e mira kështë me qenë mos me pauzu shumë ti, me të harru publiku, se pak të harron. Po, normal, edhe po tash
Tash qatë farë pauzën e vogël që e kom marrë në atë aspektin është që i kom bo gati shumë kangë, shumë sene, që tash jam gati veç me lansu. Dhe jam gati non-stop me pas sene. Edhe të ndihmon shumë e ndrit kur ti i ndryshon pak edhe studiot ku ti inqizon. Po, normal, po tash jem tu, si me thonë, jem tu dalë prej qasoj roku që kom bo para një vite, që tu kangët e festivalit që jem pak ma melankolike, pak ma sene, jem tu hit tamën pop temin, jem tu mënu me eksperimentu me soundin tem që me marrë se cilë ketë ka pak. Po, se mi ndru pak bashkëpunëtorët. Me kë kështë dash me bashkëpunu të ardhmen? Dikush me ta bër një këngë që ku dion ti, një kema për zemër, kështë dash me arritë ose më do një duet, më do një këngëtar të këtij zhanri të kësaj rrymet muzikës, kujdehet. Mund është me edhe kënej me bëpare pak ma shumë. Po jo, që aty jëm të hi. Jo i shala në talava. Jo, në talava, jo. Atë jo, se ka ftyrën në për talava. Jo, kur si dhjet një këmish të bardhë. Edhe në regull jemi. A një këmish e bardhë me këtë stilin që ka djali. Më shkon janë dronë stilin me njerë. Nise. Për producenta zakonisht jam shumë ves edhe punoj me njerëzit që i besojnë edhe me qata që du, po për bashkëpunime jam shumë i hapun me artista. Ne bashkëpunim që kisha pas shef me pas në të ardhmen është me Janinën. Zdim, do këtë që këshëm bu një kongë mirë. Kështë të shku, anë e mirë ajo shumë. Aden është edhe plus është një artisti shumë e mirë momentalisht, edhe veç aja ka fillu edhe ajo me dhejës kogja mirë, po di që ajo është që më bjenë menë zakonit, mos i ma bune që të pytje. Okej. Mirë, po dosh mja gjetë fijën. Ana ka dëgju në Janina, thua? Janina, s'po di shëshria saj mundur. Nëse po në ngona të ajde për një kongë. Vjetori këtë e the publikisht, po kështu privatisht i ke thonë asaj që unë jam interesuar jo? Jo, endin nuk ka ardhë mundësia. Mundësh kontaktin, mundësh me gjetë. Prishtina e vogël, shoqëri pas shoqërie. Jo, më pëlqen guximi ti, se nuk ka diskutu tek e thot pa mërë pau, ja këto tek emisionet, dua me Janinën me pas. Po, më pse jo. Gjyra zanit ki shku. Po dhe qata, se di pse me nej që... Unë më pak e një këtë brezinëri të këngëtarëve. Shumë mirë, se unë që nuk pinjo këtat akordeve, viteve 7 vjetë. Jemi në kontrash. Lujta. Jemi baraz. Lujta për vitet e 80, aty jemi baraz një me një. Mirë, shumë mirë. Çka po dëgjon ti kështu kohëve të fundit për dëshirën tënde? Kohëve të fundit. Këta tant. Jam të ngu shumë valla tontit. Për që di, zakonisht kom ngu shumë ma shumë muzikë të huj, po që ta shumë ka hinë qef edhe muzika jo në Shqip që të mirë kemi shumë. Shumë e kemi të mirë, apëtë nuk me thonë që se kemi, po jem rritë që është të feminisme, ngu ma shumë anglisht, edhe kom këshyrë shumë shtane gjithmonë anglisht, po sa shumë jem të ngu krejt vëlla, prej yllit e tajna, dafina. Tajna e mirë, këto këngët pak ma ndryshe që filloj tajna mi bo. Shumë. Fatin fat këtësi kur ka thona i mësh, me që u prish me atë producent që e ka pas menaxher. Ka me gjeluzu Tajna. Ti e the unë dua bashkëpunim me Janinën, tani thot Tajna. Bashkëpunimi me Janinën mua më pëlqen tani. Edhe ngjyra e zërit Tajnës shkon, këto këngë të fundit që po i bën ajo. Shumë. E ka marrë një stil tri që është jashtë, është gjithmonë, zakonisht gjithmonë dhez, edhe ka produktuar shumë sen interesant, Diçka këto këngët edhe pak me stil afrikan, me vokale afrikane, sa mirë që po dëgjohen tek ne, ma herët janë dëgju. S'po di na shtakonja 2 vera që po dëgjohen? Edhe kombinuar me këto videoklip, spot me elemente pak sensualiteti. Bën edhe pato, bën. Po e kombinuar, prandaj po të pëlqejnë dy, se bën edhe pato. Zotin, na veç po i dëgjojmë. Jo, vjetorin po pyes. Okej, vjetorin bën. Vjetori. Jo, me nej që kombinim se piktorët më të njohur përpara edhe nudo kanë pikturua, palën tjetër, gjinin e bukur, nuditet artistik, por që duke shitur këto pikturë që kanë pikturuar ka fitu milionat, E di qa mendoj, ka njerë këta piktorë kur s'u ka ecë mirë piktura, hajt nudo, diçka kam zatuar i për ecë, po. Është ajo që thashon. Sa nevoja. Nëse. Kënaqem. Mirë, këto 2 vitet e fundit si shtam ka ndryshu pak shija, këto rivat muzikore dhe tek ne që po vinë, kështu që jemi aty me Evropën, kur gjës ndalojmë ne prej Ibiza. Jo, tregoj drejt, edhe menaj që për neve artistave të ri që visa kena fillu dhe jena të dalë, menaj që është një san shumë i mirë,
Edhe mendoj që po na jep neve hapësirë që neve artistave të ri mu kanë unik në pjesën tonë. Atë që mos më u friksu, me thonë, abedin, nuk guxojna me bo diçka të re, nuk guxojna me bo se mos do të me marrë se një protokoll, me vazhdu me ndjek qatë protokollin, edhe kështu që më është me marrë që sa më madhe është bota, më është me marrë gjithë ka dikon, edhe me pru diçka të re në Kosovë, edhe zakonisht ja vlen. Zdo me thonë që tash, veç pëse tajna e ka bo se ka pas ma herët, jo, po tajna u kanë, po tani e ka bo edhe ma shumë se ka pru diçka të re. Se cili artist më nëj këtu në Kosovë që i bjen diçka të re, ka më njohë për qatë sen. Se na nuk e kena të regu në qasht ma sa që menojna, edhe kështu që na në gishta mujna mi numru ka njerë që ata njerëzit që janë tamon on top. Kështu që diçka e re me pru, e merë pak, e kombinën pak anej. Edhe s'është s'mujna na me kriju diçka full original, pa e di që e ka bo dikush, e ka marrë dikush ose nësan. Një tekst shqip, pa e përdur dikush një fjali e fështirë ti me bo. Ja, s'mondër, s'ki ka ik. A vedem kështu që për që ata kur që nuk është me marrë. Po edhe muzikë 8 nota, sa janë, a ke studiu muzikën? Unë e kom studiu muzikën 3 vjetë shkollë mesme. Që ato ke musil edhe ti, që ato nota? Po dhe, që ato akordin, që ato sane ki musil, se sa kanga riprodhohet çdo ditë ku po don ti me dal kishë. Pa ngjasu me dikë tjetër është pa mundur. Pa vjen ndonjë tekst, ndonjë frazë, ndonjë notë melodi të një këngë tjetër është e pamundur, sepse kujtoj vitet e 70-ta roku kur filloi, kur kishte filluar në atë kohë, në vitet 60-ta, më saktë, vitet e 70-ta. Gjithmonë duke patur parasysh ato krijimet dhe grupet muzikore të rock bandeve në rajon dhe më pastaj dhe më gjerë. Por që ti e the, Tania na ka sjell këtë. Un jam shumë dakord me ty, po duam diçka për më bërë një këngë rap të mirë. Ndoshta nuk mundem ja kaluni një reperi në Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse aty ka zonë fill rapi si rrymë muzikës. Por nëse kësaj melodie, kësaj këngë rap i fut diçka autoktone shqiptare, tonën, atëherë do del një kombinim i mirë. Normal që po. Pse atë rapin kosovar na shumë të mirë kemi. Okay. Ska lidhje që ska. Po, jo ka gjona të brendshme tonat shqiptare që e pëlqejmë neve, për shembull Black and Blake që është ajo kënga Albanian, po shumë e mirë ajo, se ke diçka, për këtë tifozat kuqezi. Po, do të ketë diçka shqiptare aty, ke diçka Red and Black, ke diçka tonën që këngë është pëlqyer më pastaj shumë nga audienca. Mirë, e drejt për fund, a je pak apo bashkëndjen me këta këngëtarë të rinj që janë pjesë e festivalit? Ato emocionet. Kur e majta provën e parë mas një vjetë për bjen gati, kur e majta provën e parë me orkestër, tani më kthej prapë aty në provat e mia të para kur më kanë vitin e kalum që s'desha çatu ndodh se jam shumë i pa gjithë ata instrumentista dhe më duke shumë interesant, po më kish marrë malli me qasi aspekti edhe në qaso lloj pune, qaso lloj fryme. Do të thënë ti pas ke marrë provat që këngën fituese të vitit të kaluar dosh me interpretu në skena? Po, si vjet po, të ejtën pëse e hapëm festivalin me këngën fituese hapët festivali. Çfarë shkon? Çfarë dorane? Jemi pari deri me datë deri shunën tani del fituesiri. Tani e dorëzon kupën, a? Si që e dorëzon kurorën. Veç aty e ke pas. Ose kurore këtyre kompeticioneve Champions Europa dhe Conference League. Ishte kampion Interi për shembull deri në fund të vitit, tani e merr stafetën dikush tjetër, apo jo? Dhjetori Endrit. Dhjetori ka nickname mondial. Po, dhjetori, po. Mirë, se s'po mund të quaj dhjetori. As nana jote nuk thirr dhjetori. Jo. Mami më thirr, po mami ata ma kalon lajm në sofë ndryshe. E kemi gjetë ne fituesin e lojës shpërblyese. E kam selektu kush e ka thënë pari sakt, edhe titullin e këngës, edhe emrin e këngëtarit, që ka shumë e lehtë, ku mbet Haria nga Sabri Feyzullahu, e ka thënë Blin Hyseni, është fitues i 2 ftesave. Për me ardhmet pa dhe ty ka interpreton në natën e parë të festivalit të këngës. Kështu që mirë ti do më thëmë për bashkëndjen me këta këngëtarë pjesëmarrës. Edhe veç kisha pas shef më thonë që knash, no? Shëja maksimum. Maksimum, që është një eksperiencë që s'keni me arru kur është. Shumë interesant. Skena është magjike, ti vetë shijove vjetë. Emocioni është prezent, kur del është diçka tjetër. Që ata sekondat e parë pak ma problem.
nota e parë. Po. Është interesant dhe sa të merr atë aspekt, po veç merrne me shlirë, Me sportivitet siç po themi, a ha. vetë nuk është. Edhe shkoni në finale si dhjetori. Po. Tash e fitoni këtë? Tash kemi pa dhe skenën e madhe. A ke pa skenën e madhe? Jo, nesër besoj që kam e pa. Nesër çka është nesër e mërkurë. Nesër Nesër do ta do të kemë shohësh. provat Sa gjenerale. bukur është si vjet. Se sot Akoma dhe- ma bukur. Po.